Bisedoj me analistin politik Selatin Redkoceri, që është drejt për drejt në këtë emision. Tunë gjatjeta, zoti Redkoceri. Shëndetje, zoti Bakia. Kënaqësi që flasim bashk. Si vështrove këto zhvillimet e 2 ditëve të fundit, veçanërisht deklaratat e kryeministrit Kurti, sikurse kjo që sapo e lexova deklaratë e ditës sotme. Nëse shkojmë në këto zgjedhje, duhet të shkojmë edhe në zgjedhje të tjera, se s'do të mund të bëhen 80 deputet. Është se kriza vazhdon përtej zgjedhjeve që vinë e kanë vendosur kështu? Në mendoj se është një skenar i paramenduar, veç para zgjedhjeve të 28 dhjetorit, zoti Kurti paralajmëruar se do të kemi edhe një cikël zgjedhor në muajin prill, sepse ai të gjitha këtu i ka parapo, edhe i ka në skenar, andaj edhe do t'i realizoj. Edhe këtë që po e thot tani, sigurisht ai në zgjedhjet që pasojnë, zgjedhjet e fundmuajit ose fillimit të qershtorit, planifikon që të ketë diçka mbi 40% të votave të qytetarëve, gjë që njëjtë nuk garanton se pas asaj do të kemi zgjedhjen e presidentit të Republikës. Që paralajmërimi është ogurzi se ky zotriu dëshiron që ta ketë shtetin në autarki dhe në këtë mënyrë mos të izgjedh këtë funksion shumë transitshëm për shtetin, dhe tani ai e ka si ushtrues detyrë presidenten Albulena Haxhiu, e cila sigurisht do të punoj komplet sipas urdhrave dhe dirigjimeve të cilat i vijnë nga zoti Kurti. Unë mendoj që do të provojnë që të bëjnë ndonjë kërkesë, ndonjë pyetje në gjykatën kushtetuese dhe s'pakut ta shtyjnë edhe për pak datën e zgjedhjeve që e ka përcaktuar gjykata kushtetuese. Mund të mos jetë 7 qershori, por do të provohet që të futemi në mujt e pushimeve të verore të mërgatës tonë, në diasporës tonë, kështu që nuk do ta ketë dert fare që e shkel kushtetutën, sepse edhe ashtu nuk është hera parë që kjo qeveri edhe ish presidentja kanë shkel kushtetutën disa herë, dhe tani kjo si ushtruese detyrës pare nuk e ka dert se do t'i shkel afatet kushtetuese të përcaktuara që brenda 45 ditësh duhet të mbahen zgjedhjet, nëse nuk brenda 34 ditëve nuk kryhet apo nuk zgjedhet presidenti i vendit. Kjo veç po realizohet sepse Kurti nuk ka bërë fare përpjekje, ka lënë të 10 ditët e fundit që Gjoja po bisedon me opozitën dhe po ofron oferta gjeneroze, por unë mendoj se të gjitha këtu janë tallje me opozitën, dhe më e mira e së mirës ka qenë që prej fillimit as PDK-ja as PDK-ja të mos marrin pjesë në këto takime farsë të zotit Kurti, sepse ai nuk dëshiron të udhëheqë vendin legalisht, por dëshiron kështu nga ushtruesi i detyrës, dhe në këtë mënyrë ai ta ketë kontrollin absolut të shtetit, edhe atë pa kontrollin që duhet ta ketë qeveria nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Unë mendoj që brenda javës ne nuk do të kemi kuvend, kështu që do të vazhdoj Golgota, do të vazhdoj skenari mundësisht i shtyrjes për një datë tjetër, jo atë që e ka lënë gjykata kushtetuese. Okej, a ka qenë bujar vërtet kryetari vetëvendosjes me partitë opozitare, sikur po thot, ai beson kushdo kësaj lloj bujarie për partitë e opozitës? Po në shiqim parë duket një lloj bujarie. Po normal se ka 51%. Po t'ishte kë zoti Kurti besnik,
dhe të mbanë besën, ndoshta për LDK është një ofertë e mirë, por LDK e ka përvojën se çka i ka ndodhur me një koalicion kur e kishte me LDK dhe kur e shkarkoi Agim Veliun, dhe sigurisht ajo përvojë i ka dhënë mësim Lidhjes Demokratike të Kosovës që në asnjë mënyrë më të futet në një koalicion të tillë qeverisës që zoti Kurti përkundër që ja ka ofruar 3-4 ministri interesante të rëndësishme apo digastere të rëndësishme qeveritare, por edhe pozitën e zëvendës kryeministrit, por sa vlen të gjitha këto kur zoti Kurti e ka në dorë dhe ai në çdo moment me një shkelje apo me një mos pajtim të vogël, ai do t'i shkarkonte një nga një dhe kështu do ta kishte presidentin e vet, Petra zotin Glaukonjusa, dhe do të vazhdonte pushtetin ta ushtroj i vetëm edhe po të hënte LDK-ja në koalicion. Kështu që unë mendoj që Abdixhiku bëri mirë që refuzoi ofertën, edhe për kryetar të kuvendit që është e ndome nga ajo që u ofru për qeveri, dhe kështu mirë u bë që nuk pranuan dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve, sepse në asnjë rast opozita nuk mund të ndohet më keq se sa që ishte ndarë në 28 dhjetor, dhe është në interesin kombëtar, është në interesin e Republikës Kosovës, është në interesin e popullit, qytetarëve, që të shkohet domosdoshmë zgjedhje, sepse me këtë qeverisje të zotit Kurti vërtet jemi duke shkuar në theqafje si popull dhe si shtet. Kush fiton më shumë? Kush humbet më shumë? A i merr vetëvendosja 51%? A humb dikush fare nga zgjedhjet që po vinë? Edhe këto vështrime analize janë bërë gjatë këtyre 2 ditëve edhe janë dhënë qoftë drejt për drejt ose tërthore deklarata në lidhje me këto nga politikanët. Po si po i sheh, ku janë pozicionet në sytë e qytetarëve të Kosovës, qytetarëve votues? Mendoj që qytetarët veç tani më një pjesë e konsideruar, sidomos këta vendor, janë shumë të dëshpëruar nga qeverisja e Kurtit, dhe unë mendoj që në asnjë rrethon Kurti nuk do të ketë as afër 50 nuk do të jetë. E lere më 51% apo so i kërte, sepse qytetarët tani më, ne i shohim edhe në reagimet që i kemi në Facebook, kur personalitetet e ndryshme të vetëvendosjes postojnë shembuj të ndryshëm ose plasin pozitivisht për qeverisjen Kurti, e shohim se reagimet janë 70% negative në krahasim me të kaluarën, kur në postimet e eksponentëve apo militantëve të VP-s kishim reagime 90% pro dhe vetëm 10% ishin kundër. Kështu që tregojnë edhe opinionet e qytetarëve, edhe kështu në opinionet në për televizione, por edhe sondazhet e mbrëmshme të cilat i kanë partitë, sidomos sondazhe të mbrëmshme ka lëvizja vetëvendosje, dhe Kurti e din shumë mirë që për momentin sillet 35 deri në 37% e votës elektorale në Kosovë. Por rreth asaj votës së diasporës nuk ka matje dhe askush nuk e di se qytetarët nga jashtë a do të vinë edhe një herë për të votuar për zotin Kurti apo jo, edhe pse mendoj që edhe diaspora veç ka ndryshime të theksuara, dhe sepse përtrohin qartë se kjo qeverisje, sidomos me orientimin e vet kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u po edhe me pjesëmarrjen në Barcelonë, ku zoti Kurti indirekt e provokoi apo foli kundër zot e të djatës apo drejt për drejt kundër zotit Trump, kjo vërtet është shumë dëshpëruese edhe e mirë për një qeveri të Republikës Kosovës, kur e dim
që Kosova pa Amerikën as nuk do të kishte liri, as nuk do të kishte pavarësi, as sot nuk do të ishin kurrë pavarur. Kështu që këto gabime zoti Kurti vërtet nuk është mirë t'i bëj. Tjetër, edhe letra që i dërgoi zoti Trump zonjës Vjosa Osmani vërtet tregon se Vjosa Osmani ka qenë një kandidate e preferuar edhe për një mandat të presidentit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për atë arsye mendoj që zoti Kurti e ka hequr nga konkurenca zonjën Vjosa Osmani për shkak të raporteve të mira të cilat kjo zonjë i ka pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos viteve të fundit dhe prej formimit të bordit të paqe. E ndihmon kjo gjë në zgjedhje Vjosa Osmanin? Kjo letër e Trump? Mendoj po, të kuadrët të njerëzit të qytetarët e pjekur, të cilët sigurisht kanë lindur apo janë para luftës, unë mendoj që të ndikoj bukur shumë të zonja Vjosa Osmani, e cila veç është në teren dhe për çdo ditë ka aktivitete politike. Mendoj që një opcion mirë që nuk u realizua se zoti Alomir Abdigjiku ishte përgatitur që ta marrë pozicionin e presidentit të vendit, po mirë që nuk e lejoj apo nuk ja ofroj zoti Albin Kurti, edhe kështu që LDK-ja tani do të provoj me atë opcionin e bashkimit të djathtës, dhe i cili është shumë më i mirë se sa të bëhej president në këtë rast zoti Alomir Abdigjiku, e të shkonte Vjosa Osmani në vendin e tij të udhëhet, sepse si duket veç ka pajtime në teren, sepse unë e pash një ditë në Lidjan zonjën Vjosa Osmani u pret nga një pjesë e konsideruar e kryesisë edhe aktivistëve të nëndegëve të LDK-s në Lipjan. Kështu që ka shumë gjasa që LDK-ja do ta pranoj zonjën Vjosa Osmani dhe kjo do ta ndryshoj edhe votën, edhe pjesëmarrjen, numrin e qytetarëve të cilët do të votojnë për lidhjen demokratike të Kosovës për shkak të zonjës Vjosa Osmani. Jo në atë numër që ja ka qu zonja Vjosa Osmani zotit Kurti, por megjithatë gjysmën e atij elektorati i cili ka mund të jetë 100.000 qytetarë të cilët janë bartur nga LDK-ja drejt vetëvendosjes, spaku gjysmë atyre do të kthehen në LDK. 50.000 vota minus VV-ja, 50.000 plus LDK-ja, kjo i bie minus 100.000 vota vetëvendosja, dhe kjo është një fitore e madhe e lidhjes demokratike të Kosovës, nëse zonja Vjosa Osmani kuptohet nga të gjithë eksponentet apo kryesia, por edhe në ndegët e PDK-s dhe ndegët e LDK-s në nivel vendi. Tani, një fotografi e fundit e deputetit Haxhi Avdyli me Vjosa Osmanin sot e ka postuar. Thot, mirëmëngjesi për ju njerëzit e mirë të Kosovës, shtëpisë tonë të vetme të përbashkët, nga unë dhe presidentja më e mirë pas pavarësisë, Vjosa Osmani. Kjo është fotografia që ka nxjerrë deputeti Haxhi Avdyli. Paralajmëron diçka? Paralajmëron rreshtim të guxo pas Vjosa Osmanit, ndryshe prej ministrave të kësaj partie që si duket s'do të lëvizin nga koalicioni me vetëvendosjen? Jo, ta nuk do të lëvizin. Një pjesë e madhe edhe deputetëve të cilët janë në lëvizjen vetëvendosje, por edhe ministrat të cilët nga guxove që janë të kri brenda VV-s, ata nuk do të lëvizin, por fare nuk janë të rëndësishme ashtu kështu. Lista guxon nuk ka pas elektorat, nuk ka pas diçka në teren, nuk ka pas struktura fare, kështu që nuk e pengon zonjën Vjosa Osmani. Vjosa Osmani ato vota që i ka marrë në emrin e saj, jo në emrin e organizimit
partijak që e ka pas në për degët e Republikës Kosovës. Kështu që Vjosa Osmani si emër i përvetshëm do të përfitoj vota në llogaritë të Lidhjes Demokratike, qoftë nëpërmjet një organizate të re politike, qoftë nëpërmjet listës Guxo, e cila po të dilte e vetme në zgjedhje, jam i bindur që nuk do të mund të kaloj pragun në asnjë formë, sepse kur në të kaluarën, kur e bë sondazhe, lista Guxo nuk e ka kaluar pragun, kështu që kjo zonë vetëm në një koalicion, pa marrë parasysh këtij parti, ose të shkoj direkt në LDK-n, me LDK-n mendoj që zonja Vjosa Osmani çka do të jetë në gjendje, nëse do të jetë në gjendje të eksportoj vota nga VV-ja në LDK për ndryshe si parti, pa marrë parasysh atje Axhia Byli, i cili në të kaluarën ishte më i vrashti kundër LDK-s, megjithatë LDK-ja si duket i ka hapur dyert për të gjithë ata që janë pishman mund të kthehen në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe kjo mendoj që është e mirë për procesin. Nuk po them se është e mirë për LDK-n, por është e mirë komplet për procesin e ri zgjedhor, që edhe në kushtet më të mira LDK-ja do ta ketë shumë vështirë ta kaloj Partinë Demokratike të Kosovës, apo të jetë e dyta, sepse edhe në zgjedhjet e ardhshme unë e parashoh që VV-ja do të jetë e para, por me një përqindje dukshëm më të vogël se sa që kishte në zgjedhjet e dhjetorit. Edhe tani diçka edhe për PDK-n. PDK-ja mirë që nuk ju përgjegj ftesës josh serioze të zotit Kurti, i cili nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit i çon mesazh zotit Bedri Hamza, kjo vërtet është shumë e pakuptim dhe nuk ka fare zyrtare. Spaku është dakur ta bëjë një ftesë zyrtare ose nëpërmjet të emailit në asnjë mënyrë me formën e Viberit ose WhatsAppit, sepse kjo është metodë hyste dhe mirë që PDK-ja nuk pranoj edhe tani veç i deklaroj se ajo parti shkon apo dëshiron zgjedhje. Sepse me lëvizjen vetëvendosje nuk është mirë. As tani, por as në të ardhmen as një subjekt politik të mos mendoj të futet në koalicion, sepse kjo parti tani më, dhe sidomos Kurti, është rrezik potencial për të ardhmen euroatlantike të Republikës Kosovës. Si e lexove deklarimin e deputetit Fatos Geci dje në Kuvendin e Kosovës? Ishte i ashpër në fjalën e tij. Si e lexove? Trazoi shumë njerëz të këtij vendi që komentuan online duke dhënë mendime për atë deklaratë. E të mërshme, sidomos krahasimi që ai zotri bën me gjykimin që bën Naim Murseli, dhe të krahasohet i njëjta me zotin Thaçi, zotin Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Vespeti. Ata të marrin, por ai kryesisht për Thaçin e kishte fjalën, sepse ai person, ai Fatos Geci, një analfabet funksional, i cili për fat keq kishte titull doktor shkencë. Unë vërtet tronditem edhe befasohem se cili profesor, cili grup i profesorëve në Fakultetit Ekonomik publik ka marrë guximin që një njeriu që nuk din të lexoj ta shpoll doktor shkencë dhe ai nesër mund të promovohet profesor, sigurisht në universitetet private dikund edhe mund të punoj, por nesër mund të punoj edhe në universitetin publik. Kjo vërtet është mizerie. Kjo është diçka që e përgatitur sigurisht nga vetë lëvizja, vetë vendosje, edhe reagimi i ngath i zonjës Albolena Haxhiu.
që u vanua derisa, apo nuk mund t'ja merrte fjalën, edhe derisa zonja Arbria Nagofsi doli gjëja po diferencohet, dhe ai fare nuk ishte diferencim. Kjo vërtet nuk do koment. Kjo është katastrofale, kjo është diçka e mirë, ju vetëm për atë zotin Geci, por për komplet për lëvizjen vetëvendosje, e cila në mesin e saj të tillë si Fatos Geci i ka dhe Spoku 25 deputet, të cilët unë mendoj që nuk e meritojnë as etiketet që vetë zoti Kurti ja ka vendosur analfabet funksional. Ata janë edhe ma keq se analfabet funksional. Janë vetëm shkollar të mesëm dhe të njëjtit të vendosin për ligjet, për legislaturën e Republikës Kosovës. Kjo është marrën se katastrofale për Republikën e Kosovës. Fatos Geci, i cili vjen megjithatë nga një familje e respektuar e luftetarëve të UÇK-s, familje që ka luftu, ka dhënë për UÇK-n, të deklarohet në këtë formë vetëm për shkak të një hakmarrje private, personale, ndaj zotit Faqi, vërtet unë nuk di si ta quaj edhe çka të them për një deklarat të tillë. Aq të ullë, aq të furtër, sa që unë kur nuk të ta kisha paramenduar se do të vjen një kohë që një njeri si Faqi, i cili ka kontribut të jashtëzakonshëm në luftë, ka kontribut të jashtëzakonshëm në demilitarizimin e UÇK-s, ka kontribut të jashtëzakonshëm për negociatat e Rambujës, kryesor, ka kontribut edhe në pavarësinë e Kosovës, një njeri që gjitha proceset, edhe procesin e Vjenës, gjithçka për Kosovën, është udhëhequr nga zoti Faqi, dhe tani të del një njeri, një deputet i Kuvendit Republikës Kosovës dhe deklarohet këtë formë, dhe tani çdo mundësi apo çdo ofrim i Partisë Demokratike me Partinë Vetëvendos për të bërë koalicione ose për të hequr vijat e kuqe që vazhdimisht Bedri Hamza thot nuk kam dhe nuk do të kem vijat kuqe, derisa ka deputet të tillë, derisa ka njerëz të tillë brenda lëvizjes vetëvendosje, vijat e kuqe, PTK-ja nuk duhet të heq asnjëherë ndaj lëvizjes vetëvendosje, sepse nuk udhëheqet me njerëz të cilët liderët kryesor, edhe ata që formuan shtetin, ndihmuan shumë në formim shtetit, të fryhen në formën më të keqe të mundshme, siç ishte ajo e djeshme në Parlamentin e Kosovës me zotin Fatos Geci. A duhet të përgjithësohet zoti Rajt Kaceri, sepse foli deputeti Fatos Geci, ndërkaq ishte shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbria Nagofsi, e cila u distancua, tha që janë të ditura qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje në lidhje me luftën çlirimtare të UÇK-s. Janë publike të qarta dhe qëndrojnë pas tyre, thot, për qëndrimet që kanë ata për UÇK-n. Mendimin e ngjajshëm e ka pasur edhe VV-ja deri vonë. Tani pak e ka reformuar. Unë mendoj që në këtë rast zotit Fatos Geci nuk ja ka shkruar fjalimin zonja Dejona Mihali, por ja ka shkruar babai vet, Halit Geci, si quhet ai, sepse ishte aq i shkruar dop, që zonja Dejona Mihali nuk din shkruaj aq keq, sepse unë një shumë mirë atë zoni, ajo domethënë gjuhësisht po mendoj, sepse për vrasësi edhe kundër PTK-s edhe krahut luftës ajo din shkruaj edhe më keq, por në këtë rast nuk mendoj që shkrimi ka ardhur nga zonja Dejona Mihali apo dikush nga vetëvendosja, sepse ajo ishte gjuhësisht, gramatikisht, çdo pikpamje, shkrimi ishte skandaloz. Kështu që kjo mendoj që nuk e ka burimin nga dikush i vetëvendosjes, por drejt për drejt nga vetë zoti Fatos Geci ose babai
i tij që e dim çfarë qëndrime ka kundër zotit Thaçi dhe Partisë Demokratike të Kosovës. A do ta paguaj faturën vetëvendosja për këtë deklarim të Gecit në zgjedhje? Besoj po, për këtë deklarim, ajo do të humbë një përqindje të caktuar të votës të qytetarëve, jo në një mos kushtet dhe çfarë, sepse neve tani peshojmë se kundër luftës qysh i kemi pasë në gjatë luftës vetëm 2% e popullatës të angazhuar drejt për drejt në luftë, e pak më shumë ata që kanë qenë në logjistikë dhe kanë ndihmuar luftën, dhe kjo përshihet qartë, bukur qartë, se 90% e popullatës ose 50% e tyre janë drejt për drejt apo kanë pas dëshirë që ende të jemi republikë brenda Jugosllavisë apo Serbisë dhe Malit të Zi, dhe në asnjë mënyrë mos jemi shtet i pavarur siç jemi sot. Për fat keq, ata eksponent shumica janë brenda lëvizjes vetëvendosje dhe kanë deportu edhe në si këshilltar të zotit Kurti, të ministrave qeveritar, janë bërë edhe ministra, zaves ministra, udhëheqin bordet dhe janë në Kuvendin e Republikës Kosovës, janë të gjithë eksponent ish bashkëpunëtor të cilët i kanë shërby regjimit serb okupator gjatë viteve të 80-ta, 90-ta deri në 99-ën kur jemi çliruar. Zotëri Koceri, faleminderit për kohën që ndave për ne në këtë emision të Drejt për Drejt. Faleminderit, ishte kënaqësi. Miropafshim.